Ju tregoj ca gjëra super cute që ka marrë. Gjitha këto dhuratat e vogla mam kanë ardhur nga Poppy Rose dhe do t'ju tregoj një nga një se çfarë ka. Tani përpara se të tregoj ato xhingla mingla të roz me xixa dhe me flutura, do ju tregoj këtë çantën. Kjo çanta është një çantë palestre nga Alo, do edhe këtu me foto, të cilën unë kam rreth 2 muaj që kërkoj në Tiranë. E kam gjetur edhe me personal shopper, por ka pasur çmime stratosferike kjo çanta. E kam gjetur me çmime 70 euro e sipër, ndërkohë që tek Poppy Rose është thjesht 25.000 lekë. Mua më pëlqen shumë sepse 90% të kohës unë vishe me streçe, hoodie ose kostume sportive. Marr këtë gjën që është super e madhe dhe ti mund të futesh tu literalisht gjithë dollapin. Janë këto vathët. Wow, sa cute janë. Do ja tregoj edhe me foto kur i kam vendosur në emision, po e vendos këtu. Janë dhe këto që janë prap vishje, thjesht janë pak më klasike. Edhe këto janë shumë bukura. Por juve zgjodhat ato që është shizat, kështu që unë vendosa ato, këto mund t'i vendos ndoshta një herë tjetër. Janë pak si më zonjush, kurse ato janë pak si më koket. Është kjo çanta që unë e kam marrë tek Primarku në Milano dhe Poppy më solli këto që ti mund t'i varësh çantës dhe më ka sjell një K. Oh, më ka sjell edhe një R. K dhe R. R. Okej. Okej. Këto gjëra ti mund t'i varësh te çanta. Sa bukur ngjan. Duket kështu. Përveç kësaj, që është me nuancat e kafes dhe bezhës, që tashmë ju e dini që unë vdes këtë sezon për ngjyrën kafe. Ka sjell dhe këta. Shi sa cute është! Okej, unë të doja dhurat Kleas, me shumë mundësi, se Klea është fan e rozës. Ka dhe këtë Chelsea që thot, it's mine! Mocha, strawberry. Shëruarit e mi, janë këto të dy. Oh my god, janë super të bukur. Ua shife pak si shkëlqejnë. I vura tek festa punës, normal që nuk shkojnë me këtë veshjen time sportive, po ja vendos këtu foton se si dukesh tek festa punës. Dhe ishin, nuk e di, ishin perl. Domethënë unë nuk mund të gjeja vath më të bukur se këto për të kombinuar atë veshjen që kisha tek festa punës. Një palë të tjera janë këto. Sigurisht që ne s'kemi bërë akoma mjaftueshëm lek me famën për të bler Chanel. Këto janë super të bukura, po ju afroj afër që ti shikoni. Që si shkëlqen, wow. Ideja është aksesorët të mendoj që janë diçka që ti i ndron në bazë të veshjes. Dhe prandaj unë këshilloj gjithmonë që të merrni një aksesor ekonomik. Edhe këto shumë cute. Do preferoja që t'i vendosja me flokë bisht. Poppy ka literalisht çdo aksesor